dhuruan libra për bibliotekën dhe lexuesit. Në Korçë u mbyll edicioni i 30 i Festivalit Ndërkombëtar Netët Korçare të Poezisë. Ky jubilej i rëndësishëm mblodhi në qytetin juglindor poet, shkrimtar, studiues dhe krijues nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës, duke e kthyer Korçën në një pikë takim të artit poetik dhe shkëmbimit kulturor. Këtë edicion të 30 morën pjesë 31 poet nga Europa, nga Shqipëria dhe nga trepat shqipfolse, të cilët sollën mes tyre gjuhën e tyre anëtare, kulturën e tyre, sepse poezia merr kuptim vetëm kur del nga libri dhe ajo bëhet zë, bëhet emocion, bëhet dhe komunikim mes njerëzve. Në mbrëmjen përmbyllse u ndanë edhe çmimet për krijimet më të vlerësuara nga juria. Poeti nga Greqia, Petros Golitsis, u shpall fitues i çmimit kryesor Kurora e Poezisë. Është nder i madh për mua dhe jam shumë i lumtur që ndodhem në Korçë, një qytet me vlera të jashtëzakonshme kulturore. Festivali më ka dhënë mundësinë të takoj poetë të shquar, të krijoj miqësi të reja dhe të njoh kultura të ndryshme përmes poezisë. Jam i lumtur që poetët tuaj janë pjesë e këtij bashkëpunimi kulturor dhe këtij komunikimi me festivale të tjera të rëndësishme poetike në rajon. Për mua është nder dhe kënaqësi dhe një emocion shumë i veçantë të jem mes jush. Festivali përmbylli me sukses edicionin e tij të 30, duke konfirmuar rolin e tij si një nga veprimtarit letrare më të rëndësishme në vend dhe një hapësirë ku poezia vazhdon të bashkojë autorë e kultura nga vende të ndryshme.